Në një deklaratë cinike gjatë emisionit Top Story, kryesocialisti Edi Rama, i akuzuar se ka shkatruar identitetin e Partisë Socialiste, u përgjigj me një etiketim provokues. PS-ja para meje ishte parti bordello. Një fjali që do të kishte kaluar si batut nëse nuk do të përfaqësonte arrogancën tipike të një njeriu që e gjeti partinë të ngritur dhe e shndroi në organizatë personale klienteliste ku nuk mbijeton më as ideologjia, as morali, as përfaqësimi dinjitoz. PS para Ramës, parti e profesorëve, jo bordello. Është fakt që pas reformimit në vitin 91, Partia Socialiste pati një fazë të vështirë tranzicioni, por nga mesi i viteve 90 deri në 2005 u drejtua nga personalitetet të fushës akademike, kulturore dhe politike që e konsoliduan si një forcë serioze me identitet europian. Emrat që qëndruan në krye të PS-s, Fatos Nano, Dritoa Golli, Servet Plumbi, Ethem Ruka, Arta Dader, Melinda Meksi, Sabit Brokaj, Mojkom Zeqo, Spartak Poçi, Luan Rama, Arben Malaj dhe shumë të tjerë ishin figura me profil intelektual të shkolluar me etikë institucionale dhe autoritet profesional. Kjo ishte Partia Socialiste që Edi Rama e gjeti gati, ndërtuar me sakrifica përballë një regjimi represiv, e rritur me idealizma sociale dhe vizion europian. Rama nuk e reformoi PS-n, e pushtoi dhe e zhveshi. Që prej vitit 2005, kur Edi Rama mori me marifete drejtimin e partisë, filloi spastrimi sistematik i profesorëve dhe zëvendësimi me servil, klient, trafikant, analfabet funksional dhe emra të inkriminuar. Në vend të ish-ministrave dhe deputetëve të respektuar, Rama mbushi partinë dhe qeverinë me njerëz si Endri Fuga, Angela Gaçi, Bledar Çuçi, Eduard Shalsi, Mirela Kumbaro, Rakip Suli, Elvis Roshi, Aqifra Kipi, Tërmet Peçi, Agim Kajmaku dhe një galeri personazhesh që përfaqësojnë arrogancën, korrupsionin dhe lidhjen me botën e krimit. Ai e zhveshi partinë nga programi dhe ideologjia, i hoqi vlerat social-demokrate dhe e shndërroi në një mjet për pushtet absolut, ku çdo vendimarrje kalon nga zyra e tij. Cila është bordelloja? E djeshmja e profesorëve apo rilindja e zvarranikëve? Nëse Partia Socialiste e para 2005-s ka qenë bordello, siç thot Rama, atëherë ai duhet të sqarojë pse trashëgoi dhe e përdori për të ardhur në pushtet, e pse e mbushi me figurat më të errta dhe të komprometuara të politikës shqiptare. Në fakt, nëse ka ndonjë moment ku PS-ja u kthye në një organizat me përbërje të dyshim, ai fillon me futjen e vet Edi Ramës në parti dhe kapjen graduale të strukturave, nga Ministria e Kulturës te Bashkia e Tiranës dhe më pas te drejtimi i PS-s. Pikërisht atëherë filloi bordellizimi i vërtet i kësaj partie, ku bindja ndaj liderit u bë më e rëndësishme se meritokracia, servilizmi më shumë se ideja dhe mediokriteti më shumë se ekspertiza. Dhe ish drejtuesit e PS-s a do heshtin? Është koha që figurat e vërteta të së majtës shqiptare të mos heshtin më përpara kësaj fyerje kolektive. Edi Rama nuk mund të fyej publikisht një brez të tërë personalitetesh që formësuan PS-n si një parti europiane, ndërkohë që vetë ka reduktuar në një organizat pa debat, pa vlera dhe pa busull, sepse pyetja është e thjeshtë. Kush është bordello? PS-ja e të diturve dhe njerëzve me integritet apo ajo që sundohet sot nga padroni dhe klientela e tij kriminale?